përfaqësues të Këshillit të Evropës, pse nuk ju ka bën një ekspertizë që thoj. Para se mu votuen, me po a ka kushten çat shpinë e verë më kryt çto krime. Çato po du me thonë. Po ka qenë tendencë në qëllim, Çajo detyra qysh më thonë me një njerëz normal. Qysh do me thonë njerëz normal, nuk e bojnë asnjë ekspertizë, nuk e bojnë asnjë komision me dalë në teren me etu, para se me votu. Me po, a ka pas kushte çto më kry. Shefi e timeve, Nuk e kanë bën fare, e kanë ngrit dorën, i kanë hop rrugë kësaj gjykate. Shefi e timeve ka pas lloj-lloj skandale që ty në prokurorëve. Lloj-lloj skandale. Për çfarë skandale po referosh? Nuk ka qenë rastësisht me rrjedhja dosjeve. Pikërisht kam ndodhur, se s'u shtetu deri në fund. Dosjet që i nxorën veteranët. Se s'u shtetu ka herë. Ka herë në çato. Se nga mendoni që kanë dalë? Pikërisht nga këta kanë dalë. Nga ka qenë qëllimi tyne. Pse s'u shtetu asnjë prej tyne. Ka herë në çato deri çto. Kush i pruni? Ka pas mundësi se çaj person që ka lëviz deri në organizat kanë mujtën me kapën. Se ka mundësi sot. Avokat ka drejt Qeriçi në narracionin që është duke ndërtuar, përse i takon dhoma të specializuar drejtësisë të mohuar për cilin thot edhe të anshme të cilin po e promovon ky institucion? Sa i përket termit që përdor për prokuror është term që nuk është adekuat, se prokurorët të në krejt botën janë të obligume, kanë për detyrë me tu dyshime edhe me ngrit akt akuza edhe me mbrojt ato akt akuza, e kam për obligim edhe me marrë rrethonat shfaqësuese, po kërkon botë nuk do prokurori me marrë shumë rrethona shfaqësuese ndaj të dëshimve. Sa i përket gjykatës që është e njanshme, çdo ngritet zëri pse po bashkëpunojnë me Serbinë për dokumentar, a është e lejuar, a është e mohuar, a është e ndaluar një gjë? Sa i përket e njanshme, du me sërru. Sa i përket gjykatës që është e njanshme, ka me gjyku veç është pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe shqiptarëve. Ajo është e vërtet? Është e vërtet, mirë, po është edhe ligji i tillë. Sa i përket bashkëpunimit me Serbinë dhe shtete të tjera, të krimet e luftës dhe të veprat penale, lejohet që provat me u dërgu edhe nga shtete tjera, edhe nga individ edhe persona dhe shtetas të vendeve tjera. Nuk ka ndodhur vetëm pranë dhomave të specializuara, po në gjykata tjera, edhe në kohën e gjykatave të Nurembergut gjatë pastrullëzisë botërore, ka ndodhur edhe në gjykatën e Hagës, ndodhur edhe në gjykatën speciale tash që janë shqiptarët. Mirë, po aja që është tjetë një shkelje që unë e konsideroj që është më e rënda dhe që mundet me pas pasoja negative në proces është që këto, nëse i besojmë ati ish